Ditën e 54 të protestës, ditë që sot në fakt nisi që në mëngjes me vezë dhe me dhunë policore, aq sa një xhaxh me bicikletë aty tha po i shpëtoni vezëve, por jo urrejtjes së popullit. Doja të bëja një thirrje deputetëve të majorancës që e kanë për herë të parë mandatin në këtë sallë ashtu si unë, jo atyre që ndjeshin të pranishëm në protestë, sigurisht jo fizikisht dhe personalisht, po me maskat që kishim bërë studentët në protest, me fytyrat e tyre, por atyre që ndoshta edhe mund të kuptojnë këto fjalë që them unë. Doja të drejtoja një pyetje. Në shtator, Zegjine, kur morët detyrën, a e mendonit se sesioni parlamentar do mbyllej në këtë mënyrë? A mendonit se do mbyllej duke ju pritur populli aty me vezë? Jam i sigurt që jo. Por duhet ta kuptoni se pse ndodh kjo gjë. Sepse po ndiqni urdhrat e këtyre ustallarëve të vjetër, e këtyre që i quajnë protestuesit terroristë. Dhe për këtë duhet mbani përgjegjësi dhe ju për fat keq. Sepse po vazhdoni ta injoroni protestën e rinisë shqiptare aty në shesh. Po vazhdoni të besoni pravat me agjenturat huaja, e me vorja e pirotistët e bidos. Ky është problemi. Ndërkohë që duhet mbani përgjegjësi. E kam thënë për shumë kohë që është populli aty që po proteston, është populli i thjesht. Dhe kjo sallkuvendi shpesh herë është kthyer në teatr batutash, ku për fat keq kam rëmpre edhe unë i këtyre batutave ndonjëherë, vetëse njerëzit aty jashtë kanë halle reale erion, po e do fjalën pas meje. Kanë halle reale, përballen me drama reale, sa herë së murren dhe përplasen në dyert e atyre spitaleve tuaja. Punojnë nga 2 punda nuk mbyllin dot muajin. Shohin fëmijët e tyre se si i braktisin prindrit dhe ikin me emigracion. U grabitet prona. Prandaj po protestojnë. Prandaj ju hedhin vezë juve. Sta merrni vesh. Njerëzit e kanë kuptuar se nuk ka më kthim pas. Prandaj ka ardhur koha ta kuptoni dhe ju, deputet majorancës. Pse kujtoni se do një sesioni i radhës i shtatorit? Jo dhe mund, me vezë. Si kujtoni se do vazhdoj tetori, nëntori, dhjetori? Po prap, me vezë. Prandaj, ju bëj thirrje, siç kam 2 muaj që po i bëj. Mbani përgjegjësi politike, ashtu siç nuk ka bërë deri më sot Edi Rama. Mbani përgjegjësi politike, thirrni zgjedhje e parakoshme, hyrini në zgjedhje, po fituan 100 mandate siç pretendoni ju, hallau e paçi pushtetin. Unë i pari do jap dorëheqjen dhe me gjithë ata protestuesit do la brak. Përfundoni ju lutem. Po fituat ju 100 mandate, hallau e paçi, ju alirojmë gjitha këto karike këtu. Por ama deri në atë moment do kërcas veza për fat keq.